Zameto sali proto papa, që ta marrë kujtim në botën tjetër, më puth njerë këtu në Prapanic. Do të nxjerrun atë se s'bën. Ai që të përcasin syt, bilqatin. Marr një hu edhe të hyj ku të dhëm edhe kush të dhëm, more vesh ku vati. Jevi di pesht mire. Po hani. Ka një nen tepër interesant për ata që mbasin dokumentat me vlerë shtetërore. Po pse ta djegë Gjermani? Ti e di, mu shikoj punën tim. Po inshallah bëhet pushteti popullor zemër gjere dhe ma heq këtë damë që kam, se unë dava nga njeze për si gjalli, po. Po dhe bushi ynë gjindësht, kur e kap lahutën se kur e kap tartakuti. Moj vlore, moj vlore, bukur në tropë. Gjylje e madhe plasi. Po në i thot arab që, Hoxhe Efendi. Thote që nuk thote nëse dim. Ke marrudh në qof largu ty sen. Hiq dorë nga këto. Ne. Babaj, nana, motra, vllai, shoku, miku, kushuriri, mbesa. Desh të rrishit, ta urat. Gërmotare, gërmo. Aty kam qenin e ngordurun. Mere, mere. Të fala sa theme! I mrekullueshmi, i paharrueshmi, aktori fantastik i kinematografisë shqiptare Kadri Roshi. Klidi Roshi, më mbrëma, kënaqësi që të kam në studio, na zbukurove studion ti me portretin tënd që ngjan kaq shumë babait, por veçanërisht edhe me këtë insert ku kujtuam disa nga rolet më të paharrueshme të Kadri Roshit. Është kënaqësi që të kam në studio sepse është 102 vjetori i lindjes së babait. Kënaqësia më e madhe Beti është e imja për dy arsye. E para që po kujtohet. Dhe e dyta që ju jeni e para dhe kanali juaj televiziv që po e kujton nëpërmjet medias. Asnjë media tjetër, për fat keq. Në fakt, ditëlindja ishte pardje në 4 janar, por ne sot e kishim emisionin e parë të sezonit dhe unë mendova që është rasti më i mirë për të risjellë edhe një herë në kujtesë këtë figurë madhore të kinematografisë tonë. Gjithsesi, faleminderit. Faleminderit ty. 50 vite karrierë në teatr dhe në kinema. 160 role, 30 prej të cilave në filma. Stop. Mos bëni gabimin që bëjnë shumë stacione, media. Jo, mos e hap libri se... Tu e kam lexuar. Jo, e ke gabim, po ta them mund tashti. Sepse libri ka një autor, më duket. Po, Klidi Roshi dhe shumë autor të tjerë. E di unë më mirë se autori. Atër ma korrigjo. Janë 180 role në teatr dhe 36 në film. Në kinematografi, ku 2 prej të cilve janë në bashkëpunim me kinematografin greke. Pra, 34 në Shqipëri dhe 2 në Greqi bëjnë 36, në total 216 role. Mos ja hani se çdo aktor, personazhe që bën i quhen si fëmijët e vet. Mos ja mohoni gati 60 fëmijë. Po e lexova... E ke lexuar gabim. E kam... Ose mund ta ketë thënë do kush aty gabim. E ka shkruar dikush, nuk më mend se tek kush e lexova, po... Statistika e sakt është kjo. Atër e korrigjojmë. Po të më kishit thënë, do t'ja këshja sjell dhe listën e personazheve. 216 role, do të përmend vetëm disa prej tyre që janë të jashtëzakonshëm. Në kinematografi është aktivizuar që në filmin Skënderbeu në 1953 me një rol episodik. Pastaj në filmin e parë artistik shqiptar Tana, në 1958 me rolin e Lefter Dhosit. Lefter Dhosit, po. Demirin, ke i teti në bronz. I teti në bronz në vitin 69. Safa Ymeri, Malet me blerim mbuluar. Safa, jo Safa, Safa. Safa Ymeri. Po. Atër, Nazifi tek përballimi, Mullisi tek toke për gjakur, Marko Ruvina tek fije që priten, Gja Parondili tek General Gramafoni, roli i paharrueshëm, i mrekullueshëm i kujdestarit, siç e kemi dhe në fotot, tek lulkuqet mbi mure, pastaj plaku me refizi tek Njeriu me top e kështu me radhë.
plot role të Më vjen mirë mrekullueshme. që rolin e tij më të dashur dhe që e quan si kulminacion, po e quaj, në kinematografi, ju e latë si ëmbëlsirë për në fund. Dhe është pikërisht Plaku Mere. Plaku Mere. Pavarësisht se është edhe Demostenike, apasionata, kryetari i Këshillit tek këshilltarët e të tjerët. Tek ball për ball, e kështu janë 34 janë këtu vetëm, nuk i përmend dot të tërë, por vërtet e kishte pikë të dobët Plaku Mere. Plaku Mere. Në kinematografi. Në teatr kishte tjetër. Arturo Ui, Hamleti dhe pik. Arturo Ui dhe pik. Nuk e kam thënë unë, e kam thënë të tjerë dhe për këtë më vjen mirë që Arturo Ui është cilësuar si shfaqje leksion. Një shfaqje vërtet jo e madhe, po do të thoja gjigande. Mos harrojmë se në vitin 71, jo 70, më falë, që është vënë Arturo Ui, mendoni kush ka qenë aktor në teatr. Dhe i tërë kolektivi teatrit i aktorve ka qenë pjesëmarrës. Në skenë kanë qenë 70 vetë motër. Hajde futin atë kuadrat aq të vogël. 70 vetë dhe i kanë zënë. Dhe i kanë zënë shumë bukur. Pa diskutim, vlerave artistike të artistit popullit Piromani, me regjinë e tij të mrekullueshme, me skenografinë e Zajmit dhe me interpretimet e Prokop Mimës, Ndrek Lucës, Luan Qerimi, Violeta Manushi, Drita Pellingu, Anastas Krishtaj, të tjerë. Ishte i tërë kolektivi brenda. Dhe ka qenë një shfaqje, më falë, 3 orë pa një qerek, pa pushim. Që kur mbaron të shfaqja, donin gjysmore të rregullonin frymarrjen. E lëm përgjegjësinë, e lëm ngarkesën emocionale, i lëm të tëra pastaja. Ishte dhe e kuptueshme. Kadri Roshi ishte mbetet mbreti i karaktereve në teatr dhe në kineman shqiptare. Mbreti i batutës, madje po të perifrazoj Rushdi Pulahën, gati thoshte ishte i bezdisshëm, sepse ishte perfeksionist, çdo ditë përpiqej që ta bënte edhe më të mirë batutën, çdo ditë kërkonte ndërhyrje, derisa të arrinte aty ku donte ai. Kadri Roshi kishte një proverb që ja thonte vetes më shumë. Dhe është përdorur për një artikull si titull. Po të punosh, çosh do të bësh. Sidomos në art, pa punë nuk arrihet asgjë. Se ke një çik talent, nuk është një mangësi shumë, është mangësi, po jo katastrofë, jo gjëma. Dembelizmi të varros. Le të jesh talenti më i madh në botë. Kadri Roshi ka qenë gagaç, jo i lindur, i infektuar. Kishin komshi një familje me 9 persona, dhe Kadriu arriti për para shokëve, për të treguar dhe me fëmijë, sa i zoti jam e tërë si vërqi, i imitonte 9 karaktere. Gjithë se kush, sa e dikjo, këshu flet filani, dhe ky gagaçllëk, se ajo familje ishte gagace, ky gagaçllëk ju ngjit dhe i mbeti, por me punë, le të dalë dikush edhe le të thot, urdhëro këtu, i është marrë goja. Vetëm një herë, kur është vënë Karavidhet, që luante rolin e Mithat Frashit, i cili ishte gagaç. Vetëm atëherë ai si thuash por prapë kundër dëshirës tia, e ndjehu vetën rehat, më të lirshëm, se edhe po t'i merrej goja. Liti, babai lindi në Mallakastër, si arriti nga një mjedis rural të vinë në Tiranë, të shpallet artisti popullit që në 1969, deri madhi kombit në 1999, pa përmendur këtu çmimet e jashtëzakonshme dhe nderimet e jashtëzakonshme që janë bërë gjatë gjithë karrierës së tij. Si që ka thënë edhe ai vetë,
nuk besoj se ka patur tjetër kush fëmijëri më të hidhur se e tia. 2 vjeç jetim nga nëna. Nëna është nën, nuk zëvendësohet. 12 vjeç ngeli edhe nga babai. Çdo bënte. 2 rrugë. O do punonte, o do vdiste. Ka punuar dhe ka bërë punë nga më të rëndomtat, më të vështirat dhe nga më të ndryshmet. Dhe biletashitës në kinema Gloria, sufler në teatrin e shtetit, në 1944 dhe 46 regjistrohet në shkollën dramatike, por nuk fitoi pasi siç e tham belbëzonte. Ishte gagaç, defekt në të folur, arsimi pa mjaftuar me 4 klasë fillore. Si arriti ky njeri të bëhet pedagog? Dhe gjitha kjo falë nxitjes së mësuesit të shkollës fillore, sepse babai e përmend edhe me emër, por mua nuk më kujtohet, Komnino mos gaboj mbi emri, e vlerësonte shumë recitimin e Kadriut, recitonte bukur, por recitonte Naimin dhe Migjenin, 2 linja krejt të kundërta, 2 dialekte, 2 stile të shkruari krejt të kundërta, ose të ndryshme, jo të kundër, se të kundërta mund merret si antagonizm, jo. Dhe arrinte të recitonte vërtet mjaft bukur. Unë kam patur fatin ta dëgjoj. Ke pasur fatin Migjenin. Ke pasur fatin ta kesh gjithashtu edhe pedagog në? Jo, sepse tamam në vitin 85, kur unë do të kaloja në vitin e dytë, i pëlqente të punonte me vitin e dytë, është ndoshta themra Akilit e profesionit ton, aty fillon, aty janë shkëndijat, hapat e para, ajo detyruat largohej. Sepse po të rrinte, ndeti se LBT ka djalin, tash o do ta marrin grup ose do t'ja japi Beti. Beti, e diti kush është ai, po e mos u çaj kokën. Më të ndershme. S'kishte nuk, është detyruar dhe ka ikur. Ka punuar deri 1 vit para nesh, me Suela Konjarin e të tjerë, pastaj, kur na erdhi radha neve, u detyrua dhe u largua. Por, më kam mbetur vërtet këtu, jo këtu, as këtu, në tru të vogël, e vetmja porosi e tia. Pun dhe kulturë. Çfarë babai ishte Kadri Roshi për te aktorit dhe njeriut të filmit, të teatrit, njeriut të ekranit, edhe njeriut të dashur për publikun? Ndoshta, si baba, po ndoshta, më edhe mundet të ketë pas disa deficite. Se me gjitha të ngarkes pune që kishte, se puna për Kadriun nuk mbaronte në teatr. Fillonte në shtëpi, dhe mbaronte të nesmen mbas provave në teatr. Puna e vërtet fillonte në shtëpi, puna individuale e tia. Por një njeri me një ngarkesë të tillë kaq të madhe, a ka kohë të merret me të themi me punë të shtëpisë? Natyrisht. Vetëm një ndihmë ka dhënë mamas, që për mua ka qenë një ndihmë vërtet e madhe, se edhe mamane kam patur artiste. Me shkollën thonte, edhe për motrën, edhe për mua, mos u merr me remun. Sa herë ka në shkollë? Asnjëherë. Me shkollën mos u merr me remun. Gjente mënyrat e tia për ta kontrolluar. Se tash nuk ka fëmijë, kush të doj, le të qohet, le të thojë që jo, unë s'kam gënjyer një herë kur kam qenë në shkollë. U qove jo, nuk u qove, ai ka marrë 4. Por do ta rregullonte edhe e kalonte. Me neve nuk ndodhte kjo. Kur thash Kadri Roshi perfeksionist, i referohem edhe një tjetër fakti. Një prej roleve të jashtëzakonshme të tij në teatr, ai e Zopit, ka bërë të paktën 30 prova për të gjetur portretin e përshtatshëm për Ezopin. 30 maska, 30 makiazhe, 30 ndërtime të ndryshme për të arritur portretin që ai dëshironte, aty ku ai dëshironte. Beti nuk ishte, si të thuash, e rëndësishme maska.
ishte mendimi filozofik i Ezopit. Ai me një prall, me një fabull, 4 rreshta, ai duhet të shpaloste dhe të përçonte tek spektatori një mendim. Sa puni është dashur, duhet pyetur ai. Vetëm di që ndonë se disi larg nesh, thash si rezultati ngarkesës punës tia, nuk kur ka bërë Ezopin, unë kam qenë fëmia më i lumtur në botë, se natë për natë do më tregonte pralla. Jo se do të më tregonte mua, jo, bënte prova prallat e Ezopit, mi tregonte mua. O ba, qa ishte kjo? Opa, këtu nuk kam qullosur gjë, thonte. Nuk është e arritur fabula, përderisa nuk u transmetua mendimi për çfarë. Pavarësisht se sa e kisha kuptuar, po diçka duhet kisha marrë. The Arturo Ui dhe atyr i vure pikë roleve në teatr. Ndërkohë, babai kishte një rol në kinematografia, apo në teatr që ai e kishte veçanërisht të dashur. Plaku mere. Plaku mere? Sepse po ta shikosh mirë plakun mere është abstrakt. Si ngrusht hi. Që e hedh për pjetë, për fillon formëzohet pastaj. Më kujtove një detaj nga hyrja në sallë e Dritëroa Gollit. Kur? Sot kur pim kafe së bashku. I cili ishte autori i Njeriut me top. Vlerësimin e madh që kishte ai për Dritëroi, kur Viktor Gjika vendosi për të xhiruar këtë, e gjeta maton, e gjeta këte Viktor, se ishin të 2 korçar. E ke gjetur plakun mere? Jo, s'ke gjetur gjë. Kur të më gjesh atë, atëhere hajde më thuaj që e zgjidhe filmin. U rrotullua mirë Viktori, budalla tjetër që të ma bëj këtë rol, vetëm ai është. Se duhet ishe vjen në shtëpi, i jep skenarin, e lexon për mirë, tha, ka mundësi të më thuash që shky, tha. Unë po ta dija, tha, se që shky, tha, nuk ta bija ty rolin, tha, ja jepja dikuj tjetër, tha. Po pse nuk s'po e gjejta që shky, tha, hajde ma gjej ti, tha. Po se gjejt e ti, tha, nuk gjejet ma, tha. Dhe mbas 2-3 ditësh i lumturuar, takohen, dhe vjen edhe Dritëroi. Këtë tha, po, tash i janë rregullit. O, po dale tha se e gjeta rolin unë. Mirë po, ka qenë njeri që nuk bindej kollaj. Pra, let ishte kush të donte regjisor, po të mos i jepte argumentat, provat, ta binte për atë që kërkohej, nuk ta bënte. Dhe kur Dritëroi bashkë me Viktorin u ulën këm kryq, debaton njëri, debaton tjetri, op njëri, op tjetri, dhe kur u gjet plaku mere, atëherë i tha, dakord, do ta bëj unë. Ne kemi sërish një material tjetër filmik, kësaj here gjithashtu shumë i veçantë, sepse sjell ndoshta daljen e fundit publike të babait në Kuçov, në kineman që edhe sot e kësaj dite mban emrin e aktorit të madh, Kadri Roshi. E ndjekim sepse është një moment vërtet shumë emocionues. Kjo pra ishte dalja e fundit publike përpara një salle dhe përpara një publiku të cilin Kadri Roshi gjithmonë e deshi shumë. Ai mori babait të gjitha nderimet. Në fakt, unë e përmenda pak më parë që i ka marrë të gjitha çmimet e mundshme, të gjitha vlerësimet, por mbi të gjitha dashurinë e madhe të publikut. Së pari, Beti, duhet të them një gjë, me qenë se më ngacmove me këtë moment këtu. Më vjen keq që disa njerëz abuzojnë me emrat e të mëdhenjve. Diku nga viti 2004 në mos gaboj ka qenë, që i është vënë emri kësaj kinemaje, dhe
tani të shkosh, të shikosh, ajo kinema ka zënë myk. Nuk është hapur, nuk funksionon, nuk punon. Nuk është edhe aq e vërtet, paktën unë kam qenë, ajo një pjesa e materialit që shkëputëm, është marrë nga një dokumentar që unë kam bërë për Kuçovën, dhe ku e kam inkuadruar me shumë kënaqësi pjesëmarrjen e... Në zhvit ka qenë? Vjet. Është shfaqur dokumentari premier pikërisht në atë kinema. Do të thënë ka aktivitet. Është pastruar se ke vajtur ti, pa jo se Beti. Më falë, mos të bëjmë debat për të tilla gjë. Abuzohet me emrat e të mëdhenjve. Ajo sallë më tepër rimbyllur se sa funksionon. Të dalim ke pyetja që më bëre, po në qoftë se nuk do të vlerësohej Kadri Roshi dhe brezi i tij, këtë dua ta theksoj se gjithmonë e kam thënë. Kur flas për Kadriun, nuk flas për Kadriun, po flas për gjithë plejadën brezin e mrekullueshëm të atyre viteve. Dhe ne bëjmë një gaf shumë të rënd kur përmendim vetëm aktorët e teatrit popullor. Jo. Janë dhe rrethet. Safri Shkurti, Dhor Korkocka, Dimitër Orkocka, Pandi Raidi, për radhën mos më kapni Ketano Banushin, pavarësisht se inxhinie tjetër. Dhe me sa di, turpi më i madh ekziston, me sa di qofsha i gabuar, Tano Banushi akoma nuk e kanë deri kombit, ndërkohë që e kanë marrë çapaçulur. Si ka mundësi të lesh ti gigantin e humorit shqiptar? A është vlerësuar? Po në qoftë se nuk do të vlerësoj Kadri Roshi, Sulpitar ka Sandër Prosi, Naim Frashëri, e të tjerë, të këtij brezi. Kush do të vlerësoj? Unë apo ju? Pra, vlerësimet detyrimisht do t'ja jepnin. Kushdo që t'ishte president, edhe Adolf Hitleri po t'ishte do t'ja jepte. Se s'kishte nga t'ja mbante. Pyetja do i shtruan ndryshe. A janë respektuar këta njerëz? Më thuaj një shkollë që ka emrin Kadri Roshi. Nuk ka asnjë shkollë në Shqipëri. Më thuaj një institucion artistik që ka emrin Kadri Roshi. Më thuaj një çmim në për gjithë të festivale që bëhen, një çmim me emrin Kadri Roshi. Po kur them Kadri Roshi, ja u bëra parapritën. Sulpitar ka e ky, janë të gjithë në radhë. Ku i ke? Bëhet festivali në Gjirokastër me emrin Kadri Roshi dhe familja e Kadri Roshit nuk ftohet. E kupton se ku deri ku shkon, mos të them në një fjalë. Kriti, ti ke pasur edhe një keqardhje gjatë këtyre ditëve, sepse ka qarkulluar një, po themi një shkrim i Hamdi Jupes, i cili ka sjell ndoshta një moment, nuk e di a është momenti vërtet apo jo, por që tregon për një kërkesë apo për një ndihmë që aktori i madh i ka kërkuar Servet Pullumbit. Beti, do të thoja, dalim prap ke pyetja që më bëre pak më parë. Tek respekti. Jo respekt, po ky është poshtrim. Përparas të ndriturit Servet Pullumbi, për mua një njeri jashtëzakonisht i madh, ka qenë ish kryeministri sot i ndjer Fatosnano. Ka qenë ish presidenti i Republikës Alfred Mojsiu. Si ngeli vajti i pari, vajti i dyti dhe ngeli punat e ki treti për t'i qarë hallin, e para kjo. Fatosnano mund të bënte hatam për Kadriun. E donte dhe si tuash ishte i deklaruar që e donte. Dhe si t'i shkelte një qikë syrin Kadriu dhe Fatosi do i linte pa për, Fatosnano i ka shpëtuar jetën Kadriut. E ka quar në Greqi për të operuar dhe unë i thash, jo, unë nuk ve firmën se s'ka mërvla. Për lekët ta e keta? Po, i thash. Po edhe në qofë se nuk ka shteti shqiptar 20-50.000 euro për Kadri Roshin, i ka Fatosnano. Kështu ka thënë? Pra, fjalë për fjalë. Do të thuash ma vërtet, tashin nuk e vërtetoj do të se. Në qoftë të se mund të dali dëshmitare bashkëshortja e ti, zonja Nano, Gjoana. Pra, si ngeli puna që të shkonte deri ke Servet Pullumbi, e para, në vitin 92, presidenti asaj kohe, Zoti Berisha,
ka bërë për herë të parë dhënien e pensioneve të posaçme, speciale, si quhen sot, nuk e di. Kanë qenë 126 vetë që përfitoni nga 126.000 lek të vjetra në atë kohë. Po 100.000 lek në atë kohë ishte, të ishe bos. Po të shtoshet atë 26 tjetër, ishe bos mi bosët. Dhe 126 për të mbyllur si qershia mbi tort, ishte Kadri Roshi. Pra, si ngeli Kadri Roshi? A e din, aji, Hamdit tupja, jupja, shtupja, qëfar e ka, që për mua, e them botërisht, është kthyer në një fundërrin me këtë që ka bërë. Nuk e mendon sa miq kishte Kadri Roshi? I kanë ardhur e kanë marrë me dhunë në shtëpi, e kanë qua në butik të shtrenjtë, pa i thonë asgjë dhe zgjidh merë. E si ti thonë të aji dikuj që, ore, mi jep mua ato lekse. Ndoshta për ta sqaruar edhe për publikun që na dëgjon. Është një gënjeshtër e shpifur për të denigruar një figurë të tillë, pikërisht. Ka risjell një kujtim sipas të cilit në momentin. Jo, është një gënjeshtër, të lutem mos ma thuaj me atë fjalë. Është një gënjeshtër për të denigruar plotësisht në 102 vjetorin e tia, nderin e kombit Kadri Roshi, po dal jashtë çdo modestie. E kuptoj. Dhe ishte gjithsesi pavarësisht zemërimit dhe unë e kuptoj, por më mirë që e sqaruam. Dhe prit një herë, i lëm edhe miqt. Po a e di Hamdi Shtupja që Kadri Roshi ka lënë 2 fëmijë, se ka që e din edhe beqar Kadriun. Ka lënë 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Nuk them bosa, por deri aty, sa të linin nënën e tyre, të vdiste për bukë si shtot ai, kur nuk do të ndodhte. Të falenderoj shumë edhe që e sqarove këtë moment, të falenderoj shumë edhe për këtë libër që ke sjell kontribut për babain tënd, një libër kushtuar Kadri Roshit në jetët e të tjerëve. Në fakt, ky është monumenti më i madh që mund t'i bëj respekti dhe dashuria e njerëzve babait tënd. Të falenderoj që ishe në studio. Mendoj, Beti, do të më falësh 2 fjalë për këtë kategori, se ja u bëra atë qartë, nuk flas për atë, flas për të gjithë brezin, që të bësh një libër, se qoftë klart të bësh në një dokumentar, që nuk as i shkon në mendje njeriu, është gjëja më minimale që mund të bësh. Sepse hyn në mirënjohje. Neve sot këtë nuk e njohim më. Dhe e dyta, $30, $40, $50, 120 minuta për këtë kategori në një emision televiziv, mund të thuash janë 0. Ka aq shumë për të folur për këta njerëz. Ka aq shumë për të mësuar nga këta njerëz, sa që ai minutazh që sapo ju thash nuk mjafton. Do thua që shiko se programacioni e di, kuptoj, e njoh edhe unë diçka televizionit. Të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit që u kujtuat dhe realizuat këtë kujtim. Ishte kënaqësia ime, por edhe e publikut që ju dëgjoi. Edhe imja. Edhe natyrisht për të kujtuar. Edhe juve, të dashur teleshikues. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit, Beti. Nderuar teleshikues, ne do të mbetemi tek kinematografia, ju mos u largoni, do të kemi pak minuta publicitet, se do të flasim për Critics' Choice Awards të vitit 2026, ceremoninë e 31 që është zhvilluar dje. E ndiqni më një herë pas publicitetit, ndërsa bashkë do të ritakohemi sërish nesër në mbrëmje, me lajmet në orën 20 dhe më pas me ora e Betit në 20:45. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim. Keti faleminderit shumë. Beti, faleminderit unë.